Të shtunën në Gjakov do të mbahet Olimpiada e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, një ngjarje e rëndësishme arsimore që mbledh mbi 150 nxënës të klasave të nënta nga shkollat e Gjakovës, të cilët do të sfidojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre gjuhësore. Testi është përgatitur nga ekspert të fushës së gjuhës shqipe, duke garantuar një vlerësim cilësor dhe profesional të pjesëmarrësve. Kjo garë ka kaluar fillimisht në nivel shkolle, të shtunën mbahet në nivel komunal, për të vijuar drejt nivelit shtetëror dhe atij nacional. Ky rrugtim jo vetëm që rrit konkurrencën, por edhe motivon nxënësit të japin më të mirën nga vetja në çdo fazë. Të gjithë nxënësit pjesëmarrës në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe duhet që përgjigjet të japin me shkrim të kuptueshëm. Në pyetjet me alternativa të rrethohet vetëm alternativa e saktë, ndërsa gjithë testi zgjat 90 minuta. Olimpiada të tilla janë mbajtur edhe viteve të shkuara, si një mundësi e mirë për të gjithë nxënësit e nivelit të nëntë, kjo pasi në mënyrë të natyrshme, garat e tilla nxisin mendimin kritik të nxënësit, përforcojnë dashurinë për gjuhën amtare dhe krijojnë hapësirë për nxënësit e talentuar të dëshmojnë aftësitë e tyre. Olimpiada e Gjuhës Shqipe organizohet nga Drejtoria e Arsimit në Gjakov dhe nga profesorët e Gjuhës Shqipe po vlerësohet si një mundësi e vyer që nxënësit e kësaj grup moshe të sfidojnë veten për të fituar përvojë dhe për të ndërtuar besim në njohuritë që zotrojnë.